Afati për parashtrimin e kërkesave për subvencionin e bujqësisë ka dhënë me 31 maj të këtij viti. Nga Njësia Komunale e Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujrave në fshatin Vrapçisht bëjnë apel që të gjithë banorët të cilët akoma nuk kanë shtruar kërkesë të drejtohen në njësitë ku i kanë të regjistruar ekonomitë bujqësore, ta bëjnë këtë në afatin e parapar, pasi që këtë vit nuk është e parapar afat shtesë sikur ka ndodhur viteve të kaluara. Të gjithë bujqit e interesuar të cilët akoma nuk kanë bërë shtrimin e kërkesave, këtë mund ta bëjnë çdo ditë, pasi që tani punojmë edhe gjatë vikendit nga ora 9 deri në orën 14, thot Gzim Hoda, drejtuesi njësive komunale të Ministrisë së Bujqësisë në Gostivardhe e Vrapçisht. Do të punojmë edhe ditëve vikendit që të arrijmë të presim bujqit për regjistrim të tokës dhe baktive që ka. Punojmë edhe shtunë edhe diell, nga ora 9 deri në orën 2. Deri më tani kanë aplikuar një numër i konsiderueshëm i bujqve, mirë po presim që numri i tyre të rritet gjatë ditëve në vijim, pasi që nga numri i përgjithshëm i bujqve të cilët aplikojnë çdo vit, këtë vit kanë aplikuar diku rreth 75% të aplikantëve të përhershëm, u shpreh Hoda. Tani jemi diku mbi 75% që kanë bërë aplikimin, po ftojmë edhe këta tjerë që mos si viteve tjera se nuk ka afat shtesë. Është 31 maj, është dita e fundit e aplikimit për subvencione për bujqësi. Njësia e re e bujqësisë tani më është hapur edhe në komunën e Vrapçishtit dhe gjendet në qendër të fshatit Negotin në brendësi të hapësirës së Pallatit të Kulturës. Në këtë mënyrë dhe procedura dhe aplikimi për subvencione është bërë edhe më lehtë për bujqit e këtyre fshatrave.